diçka do të pyes. Okay. Sa i kanë komuniteti shorë mundësit që të mësojnë për fenë islame? Në pyetjen tane, komuniteti shorë, qysh mundet me mu qas në fenë? Ekziston mundësia që përmes gjuhës së shenjave dhe interpretit gjuhës së shenjave, komuniteti shurdhër mundet sado pak me qas ose me qas në informacion. Shembull, ne kur më shumë se sot kemi pas literaturë në gjuhën shqipe, po ashtu dhe ligjëratat e hoxhallarëve në gjuhën shqipe, dhe a kemi deri tash një mundësi që ato t'i kuptojnë edhe këto? Ka. Elhamdulillah. Ka mundësi. Mirë po, shumica, ose disa prej tyre për shkak të gjuhës, të qasjes gjuhës, nuk arrin deri tek burimi ose të paktën informacionet bazike. Këto janë disa sfida që përballen komuniteti shorë, apo? Fatkeqësisht.